Teksa ka mbetur edhe një ditë nga finalja më e madhe e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti ka folur së fundmi për ish partnerin e tij, Xhenet Afetaun, për sa kohë ishin brenda shtëpisë së famshme në Kosovë. Në një bisedë me Rozana Radin ai tha se kur të dalë jashtë nuk do ta shoh më dhe se nuk ka më pikë pune me të. As syt nuk kam i me pa hiç. Nuk ka asnjë lloj kërkimi, pikë kërkimi nuk ka këtu, nuk mundet me pas kërkim. Kam denjur 3 muaj me të dhe më vjen shumë mirë, faleminderit çdo gjë që ka bërë. Inshallah e çel Zoti rrugët, e ruajt Zoti. Inshallah është gjithmonë e lumtur, por nuk dua të kem punë me të, deklaroi Gjesti teksa ishte mjaft i vendosur se mes tij dhe Xhenetës nuk do të kishte asnjë lloj ribashkimi. E po na ngelet vetëm të presim, pasi që Gjesti akoma duket se është i dashuruar me të, ndërsa tani ai po shijon lidhjen me Egli Takon.